Demi, parashikimi për shenjën e demit për muajin shkurt në lidhje me punën, me dashurinë, me fatin, çfarë do na thonë letra tarot, si do jetë energjia e shenjës së demit për muajin shkurt. Juve të shenjës së demit do jeni shumë të vendosur për muajin shkurt, me një vendimarrje do merrni shumë vendime, por duhet të keni kujdes nga persona që mund t'ju transmetojnë një energji negative. Do keni goxha ndryshime në jetën tuaj, do i ndryshojnë gjërat si në punë, si në dashuri, si në familje, do jeni në transformim, keni lotuar për 3 kërkesa i refuzuar, 2 përgjigjet do parashtrohen, do i mirëni pak me vonesë, nëse jeni në pritje disa kërkesave, do i mirëni pak me vonesë. Keni takime, telefonata, rikthimi dashuri, një udhëtim të furishëm, një komunikim. Çdo situatë keni dalë përpara, çdo fortunë, por keni të bëni edhe me persona që mund të jenë serio dhe kole, dhe kur gabojnë nuk e pretendojnë se gabimet. Juve të shenjës së demit çdo gjë i keni dalë furishëm, ju pëlqen shkrimtaria, piktura, poezia, arti, profesioni, zanati, karriera, profesionit tuaj, do keni një komunikim të vazhdueshëm me universin, do balancojnë gjërat tuaja juve të shenjës së demit, do bëni udhëtime të gjata, nëse keni menduar për udhëtime të gjata, do bëni përsëri udhëtime të gjata juve të shenjës së demit për muaj shkurt, do gjykojeni për marrëdhënie që keni dhe keni një pozicion të mirë, do rilindë diçka e re, keni Plutoni, që Plutoni do t'i japi një rilindje, nëse keni të bëni me seanca gjyqësore, drejtësi do faleni, viza, pasaporta, dokumenta, do mirëni përgjigje për po, nëse keni të bëni me seanca gjyqësore, drejtësinë ose çështje institucionale, do mirëni një përgjigje për po, do bëni një jetë luksi. Rotë e fatit është në drejtimin tuaj dhe një person i tre largohet nga jeta tuaj, nëse ju keni një armike kundërshtare, keni Jupiterin që do t'japi nisma 3, perspektiva 3, do ecni përpara, dhe ju të shenjës së demit për muajin shkurt do jeni shumë e fat, se do keni Jupiterin dhe do t'japi shumë mundësi si në punë, si në dashuri, si në fat, si në financën tuaj, si në biznesin tuaj, dhe juve të shenjës së demit për muajin shkurt do keni një energji pozitive dhe gjërat tuaja do ecin mbar.